Një tjetër alarm është ngritur për fatin e Ura Zogut, një prej veprave me përfaqësues të trashëgimisë infrastrukturore shqiptare që sot përballët sërish me kërcënimin e shembjes, vetëm pak kohë pas largjes emergjente realizuar në 2024, shenjat e degradimit janë rikthyer, problemet strukturore janë shfaqur në mënyrë të dukshme, veçanërisht në pjesën veriore të Urës, ku njëra prej këmbëve po shfaq paqëndrueshmëri serioze, duke vendosur të gjithë objektin në një situatë të brisht. Aktivistët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se ndërhyrjet e deri tanishme nuk kanë qenë mjaftueshme për të garantuar mbijetesën e këtij monumenti. Përveç ndërhyrjes fizike, kërkohet dhe transparencë mbi investimin e kryer 2 vite më parë. Jemi sot në vitin 2026, Ura po rënohet dhe këtë nuk e themi vetëm ne, por e thonë institucionet nëpërmjet shkresave të cilat ne i kemi bërë kërkesë për informacione dhe na kanë kthyer përgjigje. Ne bëm protestë në vitin 2019, e nominuam tek Europa Nostra, një nga organizatat më të mëdha europiane për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Por asnjë nga kërkesat tona dhe as nga ato të ndërkombëtarëve nuk kanë bërë efektin e duhur për qeverinë shqiptare që të ndërhyjë te kjo urë e trashëgimisë kulturore. Për të kthyer edhe një herë vëmendjen, ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare, Ministrisë së Turizmit dhe të Kulturës, që të marrë masa për ta rindërtuar këtë urë ashtu siç ishte, sepse trashëgimia jonë kulturore është shumë e rëndësishme që nesër të mos vinë ata të cilët po e popullojnë sot Shqipërinë e të na thonë që këtu nuk ka pasur kurrë shqiptar. Aktivistët kërkojnë publikisht transparencë të plotë mbi fondet publike të investuara, nga projektimi, zbatimi, mbikëqyrja dhe çdo ndryshim kontraktor që është lidhur me këtë projekt. Informim periodik dhe publik mbi rezultatet e monitorimit, në mënyrë që komuniteti të njihet me gjendjen reale të monumentit dhe me çdo zhvillim që lidhet me sigurinë e saj. Vlerësimin të vazhdueshëm teknik dhe profesional për të garantuar që çdo nevojë për ndërhyrje shtesë të identifikohet në kohë. Gatishmëri për ndërhyrje të tjera mbrojtëse nëse procesi i monitorimit evidenton nevoja të reja për ruajtjen e kësaj pasurie kulturore. Ura e Matit nuk është vetëm monument kulture, ajo është një pjesë e historisë tonë, identitetit dhe memorjes kolektive të komunitetit tonë. E ndërtuar në vitin 1927, Ura e Zogut mbeti një dëshmi e rëndësishme e zhvillimit të infrastrukturës shqiptare në fillim shellin e kaluar. Megjithatë, vitet e fundit, ajo është përballur me dëmtime të vazhdueshme, të shkaktuara kryesisht nga përvojat e fuqishme të lumit mat dhe shfrytëzimi i pakontrolluar i inerteve në shtatin e tij.